fjalë e cila për disa ka filluar herë të parë me yoga dhe fitness, e për ne të tjerë ka filluar pak më vonë me plazh dhe me natë. Shohim cilat janë aktivitetet për sot të filluar nga kajak. Padyshim që një prej top aktiviteteve më të preferume nga të gjithë janë xhirat me kajak. Xhiro apo garë? Për dikë ishte xhiro, e për dikë tjetër mbase garë. Por e rëndësishme ishte pjesëmarrja si shtanë vetë ata. Ata u nisën drejt plazheve të bukura sipas qyrat dhe të akvariumi për një udhtim që do të zgjasë rreth një orë. Atëherë nisemi koha për një tjetër super përboj. Për mua hera parë që do ta provoj, kështu që urani fat. Dije që nuk ishte e lehtë në fillim. Pas disa tentimeve, pas 20 minutash përpjekje, më në fund ja dola që spaku të qëndroja në këmbë. Paddleboard është një mënyrë e shkëlqyer për të eksploruar mjedisin ujor dhe për të përmirësuar mirëqenien fizike e mendore. A ka sport për ty ajo? Kështu që ja vlen plotësisht. Dhe mbrëmjet vazhdojnë si gjithmonë me muzikë. Sonte me performancat e mrekullueshme të Endrit Rexhepit dhe Ndriçim Gazis, për ta përmbyllur siç është më së bukuri me miksimet e DJ Lil Miss. Kaq për sonte, kaq për këtë episod. Bashkë shihemi në episodin e radhës e me aventura të reja. E tretë festivalit që për më ka fillu shumë herë në mëngjes me yoga dhe tani është momenti për një prej eksperiencave më të mira që festivali ofron. Xhiroja me anije. Shohim së bashku se cilat do të jenë plazhet që do të vizitojmë. Grupi gati, Ania gati. Padyshim një aventurë e bukur që kombinon më së miri lundrimin me emocione
cilë i ri edhe lidhjeje me detin, duke i dhënë çdo pushimi një dozë të shtuar adrenaline dhe relaks. Shpella plumbave. Tani pa me flasim vetë, s'ka nevoj për koment. G-Fan. Pas pak do ndalemi tek shpella plumbave, një prej plazheve më të bukura. Kjo është shpella plumbave, peri e fshehur me zjarës dhe GPS e arritshme vetëm nga deti. Uji kristal të shkëmbin që rrethojnë dhe qetësia që ofron e bëjnë ideale për një ndalesë në skaf. Është vend perfekt për notë, foto dhe pak aventurë larg zhurmës së plazheve të Lipërë. Pas shpellës së plumbave do të ndalemi tek shpella e sekretit. Kjo absolutisht që e një prej top eksperiencave që mund përjetosh këtu në jug. Domethënë bëm ndalesën e parë tek shpella e plumave, që është një prej top destinacioneve më të bukura të jugut.
E që si thash jemi bota më.